Zoti Mehmet, jemi në pjesën e dytë të emisionit Gjurmës, që ndodhemi në Prishtinë me personin tuaj, po flasim për jetën tuaj, për Fondacionin Hasan Prishtina. Ju jeni dhe një pinjoll i patriotit të madh Hasan Prishtina. Në pjesën e dytë do të flasim diçka krejt ndryshe, cila është jeta juaj e përditshme. Jeta ime e përditshme është në punë. Filloj qysh në orën 5:30-6 mëngjesit, bëj ato ceremonitë e mia, meditim, pak stërvitje, shpesh varësisht nga koha dal edhe heca po vrapoj, bëj një dush, bëj mëngjesin dhe filloj ditën. Pra filloni ditën herët? Dita duhet filloj gjithmonë herët, sepse dita për ata që duan të punojnë është e shkurtë dhe ikën shpejt. Pastaj në punë, që të flasim për punën, unë kryesisht qysh në Gjermani, pas studimeve jam marrë faktikisht me përkthime, kam qenë përkthyes dhe interpret zyrtar në përgjykata dhe institucione ndryshme Gjermanisë dhe këtë punë kam bërë mbi 10 vite. Ndërkohë që kam hapë edhe kompani tjera, kompani ndërtimi, ku kemi punësuar afro 300 veta dhe kryesisht kemi operuar në zonën e ish Gjermanisë lindore. Jemi marrë me renovime, ndërtime, suvatime, dhe jemi specializuar në fushën e ndërtimit qysh atje dhe pas kthimit tim nga Gjermania, ku definitiv pas vitit 2004-2005 kam qëndruar në Kosovë, ne kemi 2 fëmijë, Ariane dhe Plorati u kthyen gjithashtu në Kosovë, por pas shkollimit mesëm, sepse ata kishin fillu shkollën në Gjermani, prapë u kthyen në Gjermani dhe atje mbaruan studimet në universitetet prestigjioze të Bavarisë, në Munich, ata kanë studiuar në Plorati ka studiuar në LMU, Ludwig Maximilian Universitet për ekonomi, dhe në TU, Technische Universität München, edhe Ariani ka mbaruar studimet. Plorati vazhdon atje, kurse Ariani është kthy dhe po më ndihmon në punën tonë përditshme që e bëjmë. Në Kosovë kryesisht operojmë në fushën e ndërtimtarisë dhe në fushën e real estate apo patundshmërisë. Po, pikërisht ndodhemi në një zonë periferike për Prishtinën, unë shoh Prishtinën pak më tutje. Po. Kjo është shtëpia ku banoni ju, por si kjo vit unë shoh edhe të tjera përreth. Po. Atëherë kjo është një zonë që i keni investuar juve? Po, sigurisht, ashtu siç u thash, në vitin 2012 kemi hapur kompanin New Prishtina Residence me qëllimin e vetëm që të krijojmë një rezidencë të bukur, të japim një kartë vizitë të re qytetit Prishtinës dhe në një sipërfaqe prej afro 20 hektarësh, tokën e kemi ble paraprakisht me kursimet, investimet tona që kanë ardhur nga Gjermania, para tona. Dhe këtu pasi që është ble toka është planifikuar në këtë zonë, një zonë rezidenciale, projekti quhet New Prishtina Residence, lagja quhet Hasan Prishtina, në marketing njihet edhe si Priam Village. Priam Village Prishtina, në partneritet edhe me kompani tjera që janë specializuar për shitjen, për ndërtimin. Ne kemi zhvillu këtu afro 5-6 tipe të ndryshme të shtëpive, të sipërfaqeve ndryshme, nga shtëpitë ngjitura që janë nga 135 metra, 180, 190 me bodrume, pa bodrume, 250, 245 deri 450 metra. Tani është krijuar siç po shihni, një zonë banimi këtu, kemi mbi afro 100 familje që jetojnë këtë zonë. Faza 2 të zhvillimit do dyfishohen shtëpitë, ndërkohë që ne kemi ndërtu 150 shtëpi. Kësaj zone, këtij projekti do t'i shtohen edhe 150 tjera. Po në këtë zonë, po? Po në këtë zonë, sepse është faza 2 të ndërtimit, siç e thash, dhe këtë vit do fillojmë me fazën e dytë. Dhe në hyrje do ketë një zonë biznesi për nevojat e lagjes, por jo vetëm, në hyrje që aty të kryen nevojat që kanë restorane, pastrim kimik, minimarket. Dhe këtu është një zonë shumë e qetë, shumë e kërkuar, ndërtimi është kualitativ, i kvalitetit lartë, me pishina, pa pishina, varësisht prej familjeve si dhe klientelit që i kërkojnë.
Një pyetje tjetër zoti Mehmet, pak a shumë në fund të emisionit Gjurmët, cili është mendimi juaj sipas këndvështrimit tim, ju shqiptarët e Kosovës që keni emigruar prej kohësh në Perëndim, po jepni shumë frymarrje ekonomisë Kosovës tashmë. A është e vërtetë kjo dhe ka edhe të tjerë si ju që rikthehen, investojnë, krahas asaj solidaritetit që kanë shqiptarët e Kosovës që gjithmonë i kanë ndihmuar njerëzit e tyre të familjes me të holla, apo? Sigurisht që shqiptarët në përgjithësi, por sidomos Kosova njihet në veçanti sepse e dha provën e vet 10 vite rezistencë para luftës, kur u promovua gjithçka çka ishte që vinte si income, si të ardhura nga shteti, pasi dihet më se regjimi Miloševićit largoi gjithë nga puna dhe shqiptarët u luftuan dhe kjo provoi, pastaj u kthye në traditë, po ne gjithmonë jemi mbajt dhe familjet tona falë remitencave që vinë nga jashtë dhe sot, si mas statistikave mbi 1 miliard futen nga migracioni shqiptar. Gjithashtu në Shqipëri është situata e njëjtë. Kthimi fillimisht nëse më pyesni mua personalisht nuk është i lehtë, por ka qenë një vendim që është marrë, si që thash edhe në fillim, dhe unë jam shumë i lumtur që jam kthy me kohë dhe i kemi kalu të gjitha ato sfida. Unë i sugjeroj edhe plot tjerë që kanë krijuar një buxhet që të vinë dhe të zhvillojnë biznese, sepse vetëm kështu mund të zhvillojmë vendin tonë, si në Kosovë, si në Shqipëri. Ne përveç këtu kemi edhe projekte tjera turistike që i kemi në planifikim, do t'i zhvillojmë pasi që i kemi bledhë pronat edhe në zonën e maleve të Sharit në Brezovic, synojmë të bëjmë diçka edhe në Bregdetin shqiptar, kështu që është kënaqësi pse mos të investojnë shqiptarët në tokën e tyre. Ky ishte mesazhi juaj apo për gjithë shqiptarët? Unë për gjithë shqiptarët e di që dikush mund të thotë se nuk është e lehtë, sigurisht asgjë nuk është e lehtë, por ne duhet të miremi me probleme dhe duhet ta sfidojmë veten. Mesazhi njëkohësisht i ime është edhe që për politikën që t'i krijojnë migracionit diasporës shqiptare kushte edhe mundësi, edhe të krijojnë politika që vërtet njerëz tanë të kthehen dhe të investojnë në vendin e tyre. Ata mos të pengohen, mos të sfidohen me sfida që unë s'kam dëshira me i kujtu se s'ka qenë e lehtë. Kemi kalu shumë gjana jo të mira, por i kemi kalu, sepse kem gullësia dhe qëllimi jonë ka rritë këtë rezultat. Dhe sot është për mua një jashtu si që ndihem krenar që jam pjesë të rungut familjar Hasan Prishtina, aq më shumë ndihem edhe krenar ku edhe këtë projekt e kena pagzumenin lagja Hasan Prishtina dhe ne jemi ata që do ta bëjmë vendin tonë. Ne shqiptarët, sepse e dim bërësia ndërkombëtare falë Amerikës, ne kemi arritë edhe të çlirohemi edhe ta krijojmë shtetin tonë, po tani do të mbahet shteti. Dhe tash në prag të këtyre sfidave ne duhet të thirrim mendjen dhe të fokusohemi, sepse mjaft më që të ikemi të braktisim vendin tonë. Dhe në këto momente nga qyteti i Prishtinës do të udhtojmë për në Prizren dhe pikërisht një tjetër projekt i zotit Mehmet Prishtina, i cili do të marrë jetë së shpejti në zonën e Brezovicës. Zoti Mehmet, jemi në pjesën e fundit të emisionit Gjurmët që po flasim për jetën tuaj, për Fondacionin Hasan Prishtina dhe për projektet tuaja në dobi të turizmit, por jo vetëm. Udhtuam nga Prishtina rreth 40 minuta dhe ndodhemi në zonën e Brezovicës. Cili është projekti juaj i ardhshëm në këtë zonë, në këto sipërfaqe toke që ju sapo i keni blerë? Kompania jonë ka filluar me blerjen e pronave këtu pikërisht në këtë lokacion ku gjendemi në vitin e kaluar dhe tani prapë jemi zgjeru dhe këtu posëdojmë afërsisht 1 hektar tokë në total në këtë sipërfaqe këtu në Brezovicë. Mrapa kemi edhe ish hotelin Narcis, një objekt në kohën e sistemit kaluar, por që njihet si pikë turistike, sigurisht. Këtu planifikojmë që të zhvillojmë disa apartamente luksoze, 5 katëshe, ku gjithë projekti do jetë i mbikëqyrur, i serviuar, 24 orë 7 me kamera,
do ketë pishinat brendshme, tjeshme, restorante, parkingje, sauna, spa. Mendoj se të gjitha këto janë të nevojshme sepse pavarësisht se janë hapur disa hotele të nivelit të gjajshëm, akoma ka shumë nevojë që të përmbushet kapaciteti, nevoja e turistëve që vinë kryesisht edhe nga Shqipëria. Shqiptarët e Shqipërisë e pëlqejnë shumë këtë zonë, sidomos në kohën e dimrit kur ka borë, por jo vetëm sepse edhe gjatë verës ky vend është një perlë, një mrekulli. Kështu që përveç pistës së skimit, e cila pritet që të investohet, bën investime kapitale, në këtë zonë besoj se ka dhe shumë të mira tjera, është ajri pastër, ka shtigje për të hecur deri në 7-8 kilometra, nga këtu mund të ecë deri në kufir me Maqedoninë, ka lumej, ka bimë mjekësore, është një vend me të vërtet që kur gjatë javës je i ngarkuar, këtu vjen në weekend dhe relaksohesh komplet. Ky është një projekt afat shkurtër, afat mesëm, kur keni menduar ta filloni dhe ta finalizoni? Projekti do filloj gjatë kësaj vere dhe unë mendoj se për 2 vite do jetë i përfunduar. Kështu është sipas business planit ne që kemi realizuar. Besoj se do jetë një projekt unik, i cili është projektuar nga projektues tanë që kanë eksperiencë kombëtare, ndërkombëtare. Kështu që mendoj se ne pushuesve që do vinë këtu në të ardhmen do i ofrojmë një gjë të veçantë. Po, pikërisht ndodhemi këtu në këtë territor, ndodhemi në tokat që sapo keni bler, apo jo? Sigurisht. Këtu janë dhe 2 rrjedhë ujore, 2 prej, ndoshta më thatë? Po, nuk janë prej, është lumi Lepens, që është mbrapa neve, ky lum derdhet në Vardar dhe pastaj vazhdon në Maqedoni andej. Një pjesë e këtij lumi është shfrytzuar me tece hidrocentrale, kurse ne jemi me fat se pjesa që buron nga lart atje, domethënë kjo nuk është fare e prekum, dhe shpresoj ngelet ashtu. Domethënë kjo pronë kufizohet drejt për drejt me lumin Lepens, edhe nga mbrapa është lumi tjetër, hapësira ne ku kemi në fund atje kemi një bifurkacion, gradualisht ky pozicion është shumë unik. Po, ndërsa malet pas nesh, zoti Mehmet, si e martohen, si ta male janë? Shifni, neve kemi shumë investime kapitale, vila ndryshme, hotele në rrugën për tek pika e skijimit lart atje. Nga këtu ne shohim edhe liftin, shohim edhe shtigjet e skijimit. Ato pra janë pistat nga ku lshohen skiatorët dhe bin deri poshtë. Kjo e veçanta e këtij pozicioni është se nga lindja deri në perëndim diellit, domethënë nga mëngjesi deri në orën 7:30 e ke komplet nga dielli, kurse andaj kemi pozita tjera që janë shumica në hije. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmë, këtu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në një intervistë ekskluzive me zotin Mehmet Prishtina, njëri nga pasardhësit e patriotit të madh Hasan Prishtina. Nga Prishtina, unë Lorenz Sheu ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisione të tjera.